Apo bëhet Maqedonia e Veriut vendi i radhës në Ballkan që pres emigrant? Kjo pyetje po qarkullon prej disa ditësh dhe është ndëruar në një nga temat më të nxehta si në opinionin publik ashtu edhe në skenën politike, ku ka ndezur madje edhe përplasje mes partive. Gjithçka nisi pas publikimit të një lajmi të gazetës britanike The Times më 5 dhjetor, të pasuar më pas edhe nga Daily Mail dhe media të tjera britanike. Sipas raportimeve, azilkërkuesit të refuzuar në Mbretërinë e Bashkuar mund të deportohen në Maqedoninë e Veriut në bazë të një plani të ri që synon të frenojë kalimet përmes kanalit anglez. The Times raportoi se shkupi zyrtar ka hyrë në negociata me Londrën për të pritur një qendër kthimi për emigrantët që nga vjeshta. Sipas propozimit, Mbretëria e Bashkuar do të paguante për çdo emigrant të pranuar, ndërsa do të sillte edhe investime në vend për fshirë mbështetje për sigurinë kundër ndikimit rus. Emigrantët sipas këtij plani do të mund të kërkonin azil në Maqedoninë e Veriut ose të aplikonin për viza pune në sektor me mungesë të fuqisë punëtore, pa qenë të ndaluar dhe me të drejtë largimi në çdo kohë. Pas këtij lajmi, Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Shkup njoftoi se dy vendet po bashkëpunojnë përmes grupit të përbashkët të punës për migracionin për të luftuar migracionin e parregull dhe kthimin e organizuar të imigracionit, për të forcuar sigurinë dhe për të trajtuar rrjetet kriminale brenda kornizës së partneritetit strategjik, por pa i konkretizuar atë që shkruaj nëpër mediat. Nga ana tjetër, qeveria e Maqedonisë së Veriut, por edhe kryeministri Hristijan Mickoski i mohuan këto pretendime. Сум јас председател на ова влада. Нема да никне ниту еден шатор во кој што ќе бидат сместени илегални мигранти и нема да примиме ниту еден илегален мигрант. Megjithatë, pavarësisht mohimeve nga qeveria, partia opozitare LSDM, këmbëngulëse Maqedonia e Veriut, tashmë i ka dhënë dritë jeshile Mbretërisë së Bashkuar për pranimin e emigrantëve. Прво ќе следи резолуцијата во собранието, согласно однесувањето на предиците на власта, спремни сме следниот чекор ќе биде да излеземе на протест. Sipas tyre, qeveria po tenton të fshehë këtë marrëveshje dhe për këtë arsye, opozita kërkon që kuvendi të miratojë një projekt rezolut që garanton se vendi nuk do të pranojë emigrant. Mes mohimeve dhe akuzave, pyetja mbetet e njëjtë: a do të jetë Maqedonia e Veriut stacioni i radhës për emigrantët, apo kjo mbetet vetëm një ide e cila mbase mund të jetë diskutuar mes shteteve?